të afërmit tuaj duke bërë share linkun i cili ka qenë gjithkohë si prezantuar në story, por edhe këtu mund ta shpërndani tek ta afërmit tuaj. Dhe po ashtu ju rikujtoj se ju jeni pjesë kryesore e këtij emisioni. Sigurisht bëhet për ju dhe bëhet nga ju ky emision, ndaj mos hezitoni të bëni pyetjet tuaja të çfarëdoshme, ndoshta edhe nga ato çfarë doktoresh Eva foli, por edhe pyetjet nga përditshmëria juaj me të afërm të cilët vuajnë nga kjo problematikë shëndetësore. Megjithatë, ashtu siç e dëgjuam, e kuptuam që ky problem shëndetësor vërtet mund të na rrezikojë, por nga ana tjetër ka dhe hapësira për të menaxhuar apo për të kapur në kohën e dur dhe të arrijmë të kemi një shëndet më të mirë nëpërmjet ushqyerjes. Pak më sipër unë përmenda që janë disa ndryshime të vogla të cilat nuk ka nevojë fare të jenë drastike për të penguar jetesën tonë. Shpesh kur kemi probleme shëndetësore, na kap edhe ai paniku se nuk do të mundemi të jetojmë lirshëm, do të kemi një rutinë ndryshe nga të tjerët, do të konsumojmë ushqime ndryshe nga të tjerët, por jo, mjafton që ne të vendosim theksin ushqyerjes së balancuar, ushqyerjes së ekuilibruar, të pasur me sa më shumë produkte stinore dhe lokale që unë gjithkohë se përmend dhe nuk lodhem ta bëj sepse është shumë e rëndësishme që të kuptojmë arsyen e këtij lloji përdorimi të ushqimeve. Po ashtu ishte shumë e rëndësishme marrja e fibrave, sepse fibrat kanë një aftësi të ulin nivelin e kolesterolit në gjak, të rregullojnë nivelin e sheqerit në gjak, e po kështu të na ndihmojnë për të bërë një qarkullim të mirë të gjakut nëpër enë. Përmenda pak më herët, pra para insertit, trigliceridin si një ndër elementët kryesorë të yndyrnave në gjak. Pra, si yndyrna në gjak, ne njohim kolesterolin dhe trigliceridin. Kolesteroli në varësi të densitetit të lipoproteinave ndahet i mirë, që është HDL, dhe i keq që është LDL. Kur ky i fundit është në vlera të larta, sigurisht nuk është mirë për shëndetin tonë. Pavarësisht faktit sa e rëndësishme është prania e kolesterolit në organizmin tonë, nuk duhet abuzuar me ushqyerjen dhe me stilin e jetesës, sepse në momentin që kjo balancë prishet, atëherë trupi do të ketë pasoja. Por pak më problematik është shfaqja e trigliceridit në gjakun tonë. Pra, ai elementi, pra ajo yndyrna e cila vendoset në muret e brendshme të enëve të gjakut, duke ngushtuar kështu diametrin e tyre e duke penguar fluiditetin ose rrjedhshmërinë e gjakut nëpër vena. E patjetër, duke penguar dhe pompimin e gjakut prej zemrës. Kështu, me ndryshime fare të vogla, duke eliminuar yndyrnat e pashëndetshme, ne kemi mundësinë të vendosim ose të zëvendësojmë këto të fundit me yndyrna të shëndetshme, me acide yndyrore esenciale. Çfarë? Shumë e thjeshtë. Nuk është e nevojshme të shkojmë të marrim ushqimet më të shtrenjta të mundshme, mjafton t'i vendosemi vaj të ullirit vet, sardeleve, buka integrale, dritrat integral, bishtajat, po ashtu janë shumë të rëndësishme. Megjithatë, ne në pjesën e dytë do të flasim për dietën dashi, unë e përmenda, dieta e aprovuar për hipertensionin arterial, do të shohim një tabel, një menu për të lehtësuar mënyrën tuaj të kombinuarit të gjërave dhe pa diskutim do të shprehim dhe do të shpjegojmë pak cilat janë vlerat ideale të presionit arterial, si janë të ndara këto në gjini dhe kryesisht tek fëmijët. Për këtë arsye do doja edhe një herë t'ju rikujtoja faktin e të bërit pyetje, e të angazhuarit në YouTube, sepse kështu e kemi më të thjeshtë për të qenë më afër me nevojat tuaja dhe me pyetjet që ju realisht keni gjatë ditëve. Edhe pse gjatë kësaj jave ne kishim lançuar temën në Instagram dhe kemi marrë disa